Banorët e Lunxhërisë nuk I gjenë në shtëpi, të rinj dhe të moshuar, kullosin maleve e baktin. Në breza familjet lunxhëriote kanë mbashtuar kopet, një tradicion që u trondit gjatë periudhës komuniste me kolektivizimin dhe më pas me emigrimin e të rinjve. Lunxhëria është një nga 7 krajinat e rrethit të Gjirokastrës dhe shtrihet përgjatë shpatit perëndimor të malit të Lunxhërisë, me një sipërfaqe prej 170 km². Ka një popullsi rreth 6.000 banor, por pas 90-s 1/4 e kësaj popullsie ka njohur emigracionin. Greqia ish vendi ku të rinjtë e Lunxhërisë rendën të ndërtonin jetën. 3 vitet e fundit, shumë prej tyre I gjenë këtu. Në vargmalet e Lunxhërisë syri të has kope me dhen, me dhi dhe me lop. Banorët e Lunxhërisë tashmë po rikthehen nga emigracioni për të vijuar tradicionin e vjetër familjar në mbashtimin e gjës së gjallë, një biznes që vitet e fundit po ecën mjaft mirë, pasi produktet e qumshit dhe të mishit të baktisë së kësaj zone janë mjaft të kërkuara për tregjet e qyteteve. Artur Xhaferi, I larguar që në 91-shin drejt Greqisë, kur erdhi solli prej ande vetëm 20 di. Madje, hasi edhe në reagimin e bashkëfshatarëve, të cilët prisnin që ai të vinte me një makinë të shtrenjtë. Por Arturi, parate kursyra vendosi t'i hedhë për të ngritur biznesin e mbashtimit të dhive të racës. Kjo është e vetmja stallë në gjithë Lunxhërinë që mbashton një dhi tipike që quhet dhi alpine. Është një racë që emigrantët e ardhur nga Greqia e kanë sjellë për ta mbashtuar në këtë zonë. Konsiderohet një racë mjaft e mirë pasi prodhon deri në 4 litra qumësh në ditë. Një dhi është blerë në Greqi 300 euro dhe pjellorinë e ka 3 deri në 4 keca për një lindje. Si fillim kise vështirësi nuk banë mirë, se ndryshoj klima. Mirë po, me pjellet që bën 2 herë këtu, nga pjellë 2 herë këtu, këto që pollën këtu amintuan me klimën. Ky biznes është fitim prurës. Është I lodhshëm, nuk është I kollajt, nuk e bën mund ta bëj çdo njeri. Po ata që e bëjnë, avash avash, sa të futesh në program 2-3 vitet e para janë të vështira, sepse bulmeti shitet, djathi, mishi shkojnë, se qyteti ka nevojë, kupton? Pranverën e ardhshme mendon që të ngrej një stallë moderne, por hë ai është I kënaqur që është I vetmi që po shton këtë lloj race dhish në Lunxhëri. Atje është synimi im të marrë edhe 1 ose 2 punëtor, të bëj paktën mbi 150 kokë në prodhim, se kullota ne kemi, nuk kemi keq për kullota. Të bëj një stallë moderne, se këtu është provizore kjo stallë, se nuk e kam në tokën time, kam me qira, ndaj e kam lënë se kam bërë me moderne nga ato të kohës, se mund ta bëja, o ta bëj në tokën time. Nga behari që vjen, do ta filloj stallën e në tokën time. Vasil Mediu është një tjetër emigrant I kthyer nga Greqia. 20 vjet, ka punuar në ndërtim. Me të kthyer, investoi 80.000 euro për të ngritur kopen më të madhe të deleve në gjithë krahinën. 500 kokë dele. Isha në Greqi, me vështirësi që erdhën pas asaj krize që ashtu në Greqi, në një shpresë të nuk kisha, më tepër I dhash prioritet asaj që kishim tradit nga familja, duke u mbështetur tek ajo që kemi prindin që na komandon, sepse nuk e kemi bërë si zanat për traditë është, po jo zanat ta kemi bërë vetë, kupton? Dhe me mbështetjen e tia, e nisëm këtë, po ecim. Më mirë është në Greqi apo me këtë biznes që keni? Jo, me këtë është më mirë, sepse jam funja jam në vendin tim, jam tek prona ime, puna ime, nuk më ka ndonjëri.
Në kopen e tij përpiqet të përmirësojë edhe racën. Nga Greqia ka sjell një lloj dele të racës spanjolle që lind 200 dhe prodhon 2 fishin e sasisë së qumshtit krahasuar me një dele të racës vendase. Me pak njohuri në këtë fushë, Vasili ndihmohet nga jati i tij, Bari që 12 vjeç, dhe fatmirësisht ai po arrin të nxjerr paratë e hedhura. Më mirë këtu se në emigracion? Më mirë këtu. Po pse më mirë? Pse është në vendin e tia? Është në vendin e tia. Po, nuk është në vendin e huaj. Dalë me vendin e huaj me vendin ten, kisha ca të pak të nështi në 30 kokë. S'kishin ardhë djemët. Erdhin djemët dhe kam 30 nështi që unë të mojë që djemëve, se djemët nuk e kanë zanatin mirë të marë. Se djemët i kënë djemët tutje. Të shti unë, themi që të vej që zanatin e gjakë. Jam kënaqur nga djemët që u këthin, po spenzuan shumë. Edhe u këthen me punë natyre tani. Të bëmë. Është më mirë këtu. Me mirë në vendet tendë, me mirë pa tjetër, se është në Shqipit të tia. Pa niqë, pa shgjenë nga to, po do punojnë, do lodhen një qikë, po do lodhen me plaçkë natyre. Nëntori është muaj shtimi të kopes. Kujdesi për të sapolindurit është edhe puna më e vështirë sipas barinëve. Nuk e lem të mbajtë sandalë. Lindi njëra, bari 2. Lindi një tjetër, e bërë të ngordu. Njërë nga ato e jetë në taj tjetër? Ja japë më saj tjetës. E lidhë më tje më njanë, një natë, 2 e mirë ajo kësa. E nuk i Po lem. mamaja që i ka bërë nuk e kërkon më? E kërkon një ditë 2. Edhe arron. Arron mamaja. Me që çdo dele lind 200, barinët kanë ngritur edhe stane për të bërë një ndarje të kopeve sipas moshës. Edhe kap 100. Ky është një nga stanet e kohë. Në një stan bëhet edhe ndarja e qingja që kanë një moshë 10 ditore, futen në një dhomë të improvizuar kryesisht me dru dhe me bar. Ndërsa që ka polindurit më vete, delet më vete dhe deshët më vete. Sa le keni investuar për këtë biznes? 26 milion. Tani ne një vit kemi filluar, nuk e di se si do vemi me këto. Shumë e vështirë është tërë ditën që jam njëzit dhe nuk dash me këturi. Dhe këto mire. Lëm stanin e korës dhe vjojmë rrugën drejt fushës së Çajupit. Pa mbërritur lart në maj, takojmë Andrea Laskon, i cili bashkë me 2 vëllezërit ka kopen më të madhe të dhive, 400 krerë. Paratë e fituara në Greqi i shpenzuan për të blerë dhi, edhe sot fiton rreth 3 milion lekë të reja në vit nga shitja e mishit dhe qumshtit. Fillimisht ne ishin pa punë, më dhanë që kishim në Greqi, na dha para, na dha 9.600.000 lekë, filluam 1.300.000 kokë, tani kemi 400. U kthye vëllai nga Greqia se s'kishte punë, edhe bëm tufën e shtonë, bëm edhe 100 kokë akoma, bëm 400. Në 3 vitet e fundit ka një shtim të numrit të kopeve të gjës së gjallë. Kjo pasi një numër i madh emigrantësh po kthehen nga Greqia dhe po investojnë këtu. Sipas statistikave, janë rreth 11.000 kokë dele, 5.000 dhi dhe 1.000 lop. 10 vitet e fundit, numri i baktive është pesfishuar. Shtimi më i madh vjet rreth te kopet e dhive, pasi nën produktet e qumshit të dhis futen tek dietiket dhe në qytete vitet e fundit kërkohen shumë. Produktin e shisën. E shesëm. Kemi pikësa për qumshit për gjatë kemi shumë. Sa e shisën qumshin? Qumshit japin me 600 lekë për kile, Po djathit? dhe djathit me 6.500 për kilogram. Në Lunxhëri prodhohen rreth 3.000 ton qumësht, ndërkohë që në përgjithë qarkun e Gjirokastrës prodhimi i qumshtit në vit shkon në 40.000 ton, ndërsa numri i krerëve të imta ka shkuar në 400.000, ku kopet më të mëdha janë me dele. Karakteristike Lunxhërisë janë tufat e përqendruara të dhënve dhe të dhive. Në periudhën e verës, të pranverës dhe të vjeshtës, kullotat bëhen këtu në malin e Çajupit, ndërsa në periudhën e dimrit në stallat të cilat janë ngritur në Lunxhëri, stalla moderne, një investim ky nga emigrantët e kthyer.
Një nga stallat më moderne që po ndërtohet së fundmi është ajo në fshatin Dhoskat. Në 3 hektar janë hedhur 300.000 euro për të ndërtuar këtë kompleks, që do të ketë edhe një baxho, si dhe një bujtin me produkte bio të zonës. Kryetari i komunës së Lunxhërisë, Ilia Kuro, bashkëpronari i këtij kompleksi, thotë se ky projekt është i tipit francez. Kjo është një projekt francez, sa që dhe francezi kur erdhi pak këtë, unë nuk e kam aq moderne sa është ndërtuar kjo. Kuptohet ky është një kompleks ka kapacitet për 1000 kokë dhish, kuptohet do të ketë një kërshetim 10 teracës me 10 e vendit, aty më poshtë është ndërtuar një stallë për 10 e vendit, të cilat sot ekzistojnë dhe janë në kullot malore. Stalla ka një kapacitet prej 350 krerë dhi të vendit quhen, të cilat dhe ato me kalimin e kohës do të ketë një kryqëzim, do të ketë një përmirësim të racës. Djathi i kësaj zone është nga më të kërkuarit në treg, por sipas lunxhëriotorëve është mjaft i vështirë që djathi i tyre të gjendet në qytete. I gjithë problemi i konsumatorëve është që kur blejnë një djath dhije, pyesin është origjinal apo nuk është origjinal, pra i përzier apo i papërzier me qumë shplur. Djathi që i origjinali bio me djathin e tregut, djathi i tregut kur të vesh sa mashti mund të jetë i shishëm, mund të jetë edhe shumë i fortë. Mund të ketë edhe pak vrima. Djathi gjithmonë djathi me vrima nuk është bërë në kushtet e duhura. Djathi në kushtet e duhura duhet të jetë temperatura shumë e ftohtë, që të bëhet pa vrima fare, të jetë mus i gjatë. Unë projën time këtë i thash edhe gruas, herë parë në jetën time i thashun që hëngra djath. Jam 45 vjeç i thash, herë parë që hëngra djath nga djathi im i thash, djath origjinal. Në Tiranë s'ka djath Gjirokastrit. Në Tiranë shitet vetëm djathi Lushin, se kështu me etiket Gjirokastrit. Konsumohet në Gjirokastër, nuk kanë Gjirokastër djath Gjirokastrit. Vjen nga Lushnja. Jo më të vi Gjirokastrës në Tiranë. Po djath Gjirokastrës. E hanë Gjirokastrit vetë. S'ka Do të thënë sasia nuk është aq e madhe sa po s'ka sasi, bravo. S'ka sasi aq e madhe ose dhe ajo që vetë në Tiranë shitet shumë e rezervuar djathi Gjirokastrës. Edhe pse kopet shtohen, kërkesa në treg është e madhe për nën produktet e qumshit të baktive të imta që rriten në kullota natyrore. Kjo kërkesë po nxit gjithnjë më shumë lunxhëriotët e kthyer nga emigracioni që të investojnë në biznesin e blegtorisë. U larguan të rinj nga lunxhëria, punuan me vite në ndërtim, por sot, fal traditës familjare, po arrin t'ia dalin suksesshëm në eksperimentimin e përmirësimit të racave. Lunxhëriotët çdo qindark të kursyer apo të fituar e blejnë një dhi, një lop apo një dele me ambicien për të krijuar ferma dhe stalla moderne.